Është koha për intervistën e ditës. Intervistën sot ja kushtojmë 28 nëntorit ditës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Me mua në studio është profesori historiani Naser Miftari. Zoti Miftari, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsat. Mirëmbrëma, mirë se u gjet. Zoti Miftari, sot shqiptarët kudo që ndodhen festojnë 28 nëntorin, shpalljen e pavarësisë. Nga këtu duke i uruar të gjithë shqiptarëve. Minutat në vazhdim do të flasim për peshën e kësaj feste, por ajo që dua t'ju pyes është se sa në fakt nxënësit shqiptar në Maqedoni mësojnë për këtë festë ose si trajtohet 28 nëntori në tekstet shkollore të Maqedonisë. Një pyetje që vërtet kërkon një interes më të madh, më të gjerë, një pyetje që kërkon edhe një studim, por edhe një punë të mirëfillt lidhur me 28 nëntori. Gjithë e dim se që është 28 nëntori për shqiptarë. Jo vetëm në Maqedoni, kudo që ndjehen shqiptarë bashkombasit tonë. Ajo që unë e them në këtë formë se ka nevojë mirëfilli të hulumtohet dhe punohet në këtë drejtim është sepse shqiptarët, por edhe të tjerët e Maqedonisë dhe të tjerët që gjenden jashtë kufive të shtetit amë Shqipërisë dhe jashtë Kosovës janë të diskriminuar në këtë drejtim. Nga se shohim nuk është festë shtetërore, nuk është festë apo nuk është ditë në të cilën çdo shqiptar lirshëm do ta bëj atë që ndjen për të kushtuar vëmendjen kësaj date. Pra mungon kjo datë, mungojnë në tekste për 28 nëntorin në tekste shkollore, mungon material. Tekstet shkollore ekziston material në të cilën përmendet. Çka konkretisht mësojnë si fillorisët dhe ata të shkollave të mesme nxënësit për këtë festë? Unë mendoj se ajo që është themel. A mësojnë mjaftueshëm? Nuk është asnjëherë mjaftueshëm të mësuarit e historisë nacionale, këtu duhet të jemi prerë në këtë, por ajo që është të themi e mundura apo më plotësuara do të ishte që të jenë me një vëllim më të madh. Kur e them këtë me një vëllim më të madh, duhet në më tepër sfera të studiohet dhe mësohet historia e popullit shqiptar, krye kput nga nisja e kryengrytjes së përgjithshme deri te dita e pavarësisë. Kur jemi këtu tek tekstet shkollore, zot Miftari, jemi dëshmitar edhe për vitet e kaluara për shumë shtrembrime edhe ato tekste që mësojnë, ato nxënësit shqiptar. U formuan disa komisione, u mënjanuan ato probleme, ato shtrembrime? Fatkeqësisht problemet me tekstet shkollore kanë ekzistuar edhe më herët, por edhe tani ekzistojnë. Kam pasur një punim shkencor në të cilën jam paraqitur në një konferencë mirëfilli në detaje të treguara të gjitha mangësitë, por edhe shpesh kemi folur në këtë temë. Si duket nuk ka vullnet të mjaftueshëm që tekstet shkollore si një mjet, si një burim kryesor për nxënësin të jenë të pagabueshme. Nuk ka nevojë që një tekst shkollor të mos jetë i kompletuar mirë, i kaluar në të gjitha filtrat dhe ai tekst të del vërtet i plotësuar me të gjitha. Këtu mungon ai vullnet, mungon shumë çka në këtë drejtim që ende ekziston e njëjta. Tekstet shkollore për momentin të historisë janë nga viti 2008, 2009, 2010. Dhe nuk janë përmirësuar. Dhe ende janë të tillë. Ndikohet narrativi historik nga politika e brendshme dhe proceset integruese të vendit? Kështu siç shkohet edhe në politikën e përditshme, nga ajo që mediumet bëjnë, rrjetet sociale bëjnë tani të jetësohet çdo element, unë mendoj se këtu narrativi ngec, domethënë ka tentativa në të cilët punohet me të madhe që të ndryshojë, janë pjesë atyre ndryshime, por fatkeqësisht ende nuk ndodh një gjë e tillë, bile kemi drojën se mund të jetë edhe më keq.
Zërmiftari, a ka ndryshime mbi mënyrën se si festohet 28 nëntori midis brezave të ndryshme? Unë mendoj se po, nëse pasi që unë u përkas dy sistemeve nga e kaluara në një kohë kur nuk mundeshim asgjë të bëjmë në këtë drejtim, tani jemi më të lirë. Por e vetmja vërejtje në këtë drejtim është se atë që e bëjmë neve në shumë raste del se është pjesë e vullnetit tonë të mirë, pjesë asaj që ne dëshirojmë të bëjmë e jo ligjërisht të rrimuar. Këtu duhet t'ju pyes për shkak se sa historia e pavarësisë së Shqipërisë para 28 nëntori njihet realisht nga të rinjt, nga nxënësit, apo vetëm në mënyrë ceremoniale festohet çdo vit? Kjo është një pyetje në të cilën nuk do të kisha mund ta them lirshëm përgjigjen, pasi që ka elemente të këtilla ku brezi i ri disi sikur promovon atë në formë solemne, por jo mjaftueshëm i din detajet apo i ka të mësuar të gjitha detajet. Pra rrezikohet që 28 nëntori të festohet vetëm simbolikisht, se sa historikisht të mësohet në them. Nëse në të ardhmen vërtet nuk i jepet një rëndësie veçantë një pune të mirëfillt në tekstet shkollore, në plan programet mësimore, mund të jetë edhe ajo një hipotezë në të cilën do të kemi parasysh në të ardhmen. Përmendëm këtu tekstet shkollore, sa ka hapësirë zotëri Miftari për një bashkëpunim më të thellë mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, konkretisht për tekstet e historisë, për një unifikim të teksteve, për një unifikim të përmbajtjeve që do të mësojnë nxënësit për historinë shqiptare, konkretisht për shpalljen e pavarësisë dhe gjithat periudhë historike që vjen pas? Është e pa kuptim nëse do të thoja nuk ka hapësirë. Nga se hapësira krijohet nga vetë ne. Unë do të kisha thënë në fellën e mësimdhënësve së paku, po edhe shkencëtarëve, sepse shkenca nuk mund të jetë e dominuar apo e abuzuar nga politika e përditshmërisë. Unë mendoj se mësimdhënësit duhet me këmbgulësi të punojnë në këtë drejtim, sepse po nuk punuam mjaftueshëm, i jepet hapësirë politikës të ndikojë në gjithë atë që është shkencë. Shkenca e ndikuar nga politikanët. Duhet politika të bëjë hapin e parë, zotëri Miftari, për shkak se, siç e dimë ne nga përvoja, nga kronika që kemi bërë, nuk është që mësimdhënësit nuk japin atë kontributin e tyre nëpër shkolla duke ligjëruar, madje ndonjëherë edhe jashtë koncepteve, duke i dhënë edhe më shumë informacione rreth historisë nxënësve. Patjetër se politikbërësit duhet ta shtrojnë rrugën për të ecur drejt asaj, por fatkeqësisht tek neve nuk vërejhen hapa të sigurt në këtë drejtim, nga se iniciativat e shumta të mësimdhënësve që të kenë një histori më ndryshe janë vërtet të shumta. Ata mundohen përmes shoqërisë civile të arrijnë deri tek një pikë ku do të ketë një kompromis, apo ku do të jetë një histori me një theks më të fuqishëm në aspektin e konceptit qytetar. Edhe njëra edhe tjetra ngecin në këtë drejtim. Shembulli më tipik se politikbërësit nuk bëjnë këtë rrugtim është rasti me Komisionin ndërshtetror apo ndërqeveritar Maqedono-Bullgar. Nëse flasim për historinë etnike, historinë nacionale shqiptare, është mangu përderisa të gjithë historianët, po edhe mësimdhënësit, nuk ka një tekst apo nuk ka një material të unifikuar në këtë drejtim. Ndoshta do të gaboj, po ja do ta them se unë jam i mendimit deri në vitin 1878 shqiptarët kudo që janë duhet ta mësojnë të njëjtën histori. Ju pyeta qëllimisht për politikanët, për ndikimin e politikës para se ata të bëjnë mësimdhënësi që e bëjnë në shkollë, për shkak se në të kaluarën kishim edhe atë të famshme në enciklopedi që shtrembroi dhe historinë dhe fiu shqiptare. Edhe këtu sigurisht e kishte gisht edhe politika. Faktet janë të shumta të cilat neve na japin të mendojmë kësaj.
Enciklopedia është një vepër e cila kryekput është mbështetur nga politika. Kryekput është mbështetur nga qeveria e shtetit. Në atë enciklopedi nuk punon gjithkush, por janë njerëz të përzgjedhur që llogaritet e janë ekspertët. Ekspertët të cilët shtrembrojnë shkencën nuk mund të quhen ekspert, sepse pasojat janë nga më të ndryshme. Fatkeqësisht në Maqedoni, për shkak të multietnicitetit që kemi, janë bërë hulumtime të shumta në këtë drejtim. Ne kemi një tekst, kemi një plan program të historisë, por ai plan program dhe ai tekst nuk përdoret njëjtë nga të gjithë mësimdhënësit, varësisht nga përkatësia e tyre etnike. Një hulumtim i tillë i bërë diku rreth 7 viteve do të ketë. Më falë se dy ndërmes, po thoni se nxënësit shqiptar mësojnë ndryshe nga ata nxënësit maqedonës. Edhe maqedonasit e mësojnë ndryshe. Çfarë mësojnë nxënësit maqedonas për historinë shqiptare? Të kuptohemi, teksti i historisë i ka të njëjtin plan program, të njëjtat njësi mësimore, por fatkeqësia qëndron atë se jo secili mësimdhënës realizon të njëjtin. Realizon atë. Do thotë, bën përzgjedhje të njësive mësimore, të tema mësimore të cilat ai i llogarit sigur nuk janë të rëndësishme. Edhe kjo as pak nuk duhet lejuar, sepse pasojat vërtet janë të mëdha. Trajtohen, pastaj fëmijët mësohen për me një shtrembrim që nuk është realitet. Shkolla, mësimi ka qëllimin që gjithë ata që kalojnë përmes shkollës të formohen, të jenë qytetarë të së ardhmës, në fakt me shtrembrimin e të mësuarit të historisë është ajo që më së paku e dëshirojmë ne. Cilët janë ato? Ekseset, incidentet e shumta qofshin në rrugë, gjatë transportit, në autobus, apo edhe në lojra sportive. Këto janë simbole, sinjalet në të cilat do të vepruar sa më shpejt. Zotëri Miftari, pa pritur politikën, ju si historian, keni bashkëpunim me historian nga Shqipëria, nga Kosova, ka ndonjë nismë, keni ndonjë iniciativë për pilim, për ndonjë tekst, për ndonjë ide, ndonjë propozim që duhet dorëzohet, qoftë në ministri, qoftë në byron e zhvillimit të arsimit? Bashkëpunimet ekzistojnë, por mbeten vetëm në atë formale, sepse bëhen takime apo takohemi edhe në për seminare të ndryshme, në të cilat diskutohen metodat, format e mësimdhënies, të cilat kanë për qëllim konceptin qytetar, por fatkeqësisht një lëvizje e tillë as pak nuk ndodh, pra nuk jemi të kënaqur shkurt thanë në këtë drejtim. Jemi në minutat e fundit, zotëri Miftari, po duhet ju pyes për një gjë që e kemi diskutuar shumë herë, që është ndoshta shqetësuese, se gjeneratat e reja nuk dëshirojnë të studiojnë historinë. Pse ngurojnë studentët që të merren me historinë? Vërtet është një pyetje në të cilën përsëri do ta kisha lënë që ata të japin përgjigjen, por kemi vështirësi në këtë drejtim. Unë do të them në mënyrë të përgjithësuar se jo vetëm në histori, por edhe në lëndë tjera ku duhet të jenë mësimdhënës të arshëm, nuk i tërheq ma. Si duket arsimimi, aq poshtë është në nivel, në cilësi, sa që nuk është më tërheqës për gjeneratat e reja. Mezi arrin që të bëhet grupi cilës do dek të fakulteteve, kështu që kjo do t'jetë një... A rrezikojnë të ardhmen që mos ketë profesor të historisë? Edhe tani nuk ka mungesë të profesorëve të historisë. Edhe tani ky kuadër mungon dhe plotësohet me mësimdhënës jo adekuat, që fatkeqësisht kjo është një trend në të cilin do ta përjetojmë, deshëm apo nuk deshëm. Zotëri Miftari, faleminderit shumë për kohën që ndat jeni në Alsat. Nderojmë.